Komandonti ligjendor Adem Jashori ka qenë të dojaj vetë në Llaush, ndërsa aty ka qenë veç Homza me babajnë e tij edhe me djemt. Edhe me 22 janar të vitit 1998, po ashtu, në orë të hershme të mëngjesit, pas orës 3:50 minutat të mëngjesit, forcat të mëdha policore ushtarake befas kanë sulmuar familjen Jasharaj. Bile në këtë sulm kanë marrë edhe pjesë edhe beretat e kuqe edhe kriminali Arkan. Na një ditë përpara, 2 ditë përpara kishëm si redaksie kishëm informacionin se beretat e kuqe edhe grupa e kriminalit Arkan ishin vendosur në Zveçan në një hotel. Do të thonë Arkoni u kono personalisht. Po, edhe Arkoni edhe beretat e kuqe pos forca policore dhe ushtarake, njësive të specializuara kanë marrë pjesë edhe befas i kanë rrethu. Por familja Jashori i ka hetu gratë zakonisht. Edhe si në sulmin e parë, sulmin e dy, gratë i kanë hetu, rrethimin e kanë njoftu meshkujt e familjes Jashori. A ditë, me 22 janar, komandonti ligjendor Adem Jashori ka qenë të dojaj vetë në Llaush, ndërsa aty ka qenë veç Homza me babajnë e tij edhe me djemt që i ka pas moshur, edhe aty kanë rezistuar edhe gratë, kanë qëndru. Mirë po, njësit kriminalet, policisë të ushtrisë serbe dhe tyne grupe paramilitare serbe që i kanë shoqëru ushtrinë dhe policinë serbe, janë afru në afërsi, në distancë, edhe në vend gjarës unë gjeta edhe kam fotografu shumë si trombolona, kam fotografu moska, gjoja dhe gjithçka tjetër.